hiqës ftyrën, po hiqë pra. Jo, ka dal dale. Gjënat e mira vinë nga dalë. Gjënat e mira vinë nga dalë. Po mund të jenë edhe të këqija njëkohësisht, kështu që ki kujdes. Do më japësh ti të këqijat mua? Ha? Po këtu jam unë. Jo, të këqijat ja ka vetvetes, Po nuk kaq. aja kam dhënë vet. Aja kam dhënë vet. Çfarë do të bësh ti më se të s'bëj të bëj? Këshill të mirë, po nëse ty t'jap një këshill të mirë, ka mundësi që arrin finale. Do më japësh ti në këshill. Që nuk jap këshilla aty. Çfarë këshilla që do të japësh? Që nga momenti kur Brikenës banorët ja kanë thënë, po edhe opinionistët ja kanë thënë, i kanë thënë që Mateo është më lart se ti në lojë, i kanë thënë që kur ka ardhur Mateo, ti ke qenë lart, pastaj kur ka ardhur Mateo është ngritur dhe ti ke rënë, dhe në fakt kjo është e vërtetë. E pa veten edhe tek nominimi, tek televotimi i fundit që bëri, që kishte dalë në 2 më pak të votuarit, pra bashkë me Gimbon, ishte edhe Brikena. Duke parë këtë gjendje, Brikena tash ka hyrë në lojë dhe shikoj në shumë debate që futet edhe aty ku është duke fol Mateo, edhe aty ku ndoshta edhe si takon, futet për të qenë si thosh kryesore në debate. Mirë po, me këtë lloj sjellje që po bën Brikena, kam përshtypjen se po humb diçka. Shikojeni pak. Ne kam thënë, nëse sillesh kështu, ke biseda fund që bëm kjo lavanderia. Bravo qëftë, ti jesh, do largosh nga vetja, njëri që do, ose të do. Por mund të s'ka si problem. Në fakt Mateo kot thot që s'ka si problem për te, po ka problem për Mateon, sepse Mateo seriozisht është dhënë mas Brikenës dhe do ta fitojë atë vajzë me çdo kusht. Edhe ajo që bën sy më shumë për momentin, Mateo ka më të rëndësishme Brikenën se sa Big Brotherin. Kjo është pak po e sigurt. Pra Brikena, duke bërë këtë lojë, kam përshtypjen që ka filluar të ftof Mateon. Dhe nëse ajo ftof Mateon, ajo për mendimin tim do humbas jashtëzakonisht shumë pikë. E kam thënë që në fillimun që Brikena dhe Mateo duhet përqendrohen një herë te lidhja e tyre, në kuptimin që t'i japin një shpjegim, t'i japin një kuptim ose ta mbyllin fare. Përndryshe pastaj do kenë gjithmonë pikpyetje, sidomos pikpyetje tek njëri tjetri. Dhe duke patur pikpyetje tek njëri tjetri, ata kanë 10 fishën e pikpyetjeve në publik, sepse nuk kuptohet se çfarë po bëjnë dhe si po e bëjnë dhe ku do arrijnë. Mateo në këtë marrëdhënie është jashtëzakonisht shumë më i qartë se sa Brikena. Mateo është më i qartë në shkuptim. Pra, ka një qëllim për ta bërë për vetë atë vajzë, sigurisht ka dhe qëllim, edhe për të luajtur, por Brikena nuk kuptohet qëllimi i saj. Qëllimet e Brikenës ndryshojnë kështu si me thik pas çdo lloj reagimi të banorëve, të opinionistëve, të televotimit e kështu me radhë. Pra Brikena është një person që dëgjon dhe bën. Pra nëse është mirë kështu mirë, nëse s'është mirë, pra që kur doli nga rehatia e saj, që nxorri e disa për hir vërtetës, e kanë nxjerrë dhe banorët nga kjo rehatia tjetër, e kanë nxjerrë dhe opinionistët, e nxorri dhe televotimi dhe Brikena tani ka filluar të luajë, mirë po duhet bëj shumë kujdes se mund të luaj patjetër, po do humbas një gjë ndoshta më të vlefshme se loja.